Ditën e sotme në ekranin e Vision Plus transmetohet nata e 13 praj me spektaklit Ferma VIP pas një jave të mbushur me tensione, përplasje dhe dinamika që kanë ndryshuar totalisht atmosferën brenda fermës. Adioni. Pas largimit të papritur të Adionit, një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni, situata në fermë duket se ka hyrë në një tjetër fazë. Dalja e tij, por edhe incidentet që shoqëruan spektaklin e fundit, kanë tronditur jo pak fermerët, duke krijuar pasiguri, debate dhe aleanca të reja. Në qendër të vëmendjes këtë javë ka qenë Fabiola. Një vendim i fortë nga Agai ka vendosur në rrezik qëndrimin e saj në fermë, ndërsa produksioni ka marrë edhe një tjetër vendim të rëndësishëm. Televotimi i hapur më parë është anuluar dhe publiku tashmë po voton për një televotim të ri. Me vetëm një pyetje, a duhet të vazhdoj Fabiola rrugëtimin në fermë? Kjo situatë pritet të ndikojë drejt për drejt në lojë dhe vendimi i takon vetëm publikut. Cilin urren këtu me pak fjalë? Prajmi kësaj të premte pritet të sjellë përballje të forta, sqarime dhe reagime emocionale, por edhe surpriza të tjera, ndërsa publiku do të ketë një rol vendimtar për fatin e fermerëve dhe balancat e reja që po krijohen në lojë. Çka ka bërë ai? Ferma VIP tashmë ka hyrë në fazën vendimtare, me emocionet dhe tensionet që po rriten dita ditës, teksa çdo konkurrent përballet jo vetëm me sfida fizike, por edhe me ato emocionale e sociale që e bëjnë këtë reality një nga më të ndjekurit në ekran. Sonte në orën 21 në Vision Plus dhe live stream në YouTube, çdo kush do të mësojë se si do të ndryshojë loja pas një jave që ka trazuar totalisht fermën.